Pak vëmendje ju lutem, pastaj përshëndetuni zotërinj. Jemi mbledhur sot për mikun ton Kozma Gjini. Ai ka shumë vepra, po sot jemi për Kalomirën. Në fakt, ky është pak shkrimtar spekulant, do thoja unë. Ky bën se kur i shkruan titujt e librave greqisht, po faktikisht i ka puro shqip. Se gjithkush ku lexon Kalomira do thoshte ky ka përmendur një term grek. Të njëjtën gjë ka bërë dhe te një libër tjetër, te një botim më përpara, që e mbillte Kastravecin në mëngjes dhe në darkë e çonte për eksport. Tani unë këtu shoh shumë miq, shumë fytyra shkrimtarësh, po njoh edhe mikun tim Fatos Rushitin nga Kumanova. Faleminderit në veçanti ju që keni ardhur. Faleminderit të gjithëve. Unë nuk kam qef fjalimet e gjata se jam financiere. Fjalën po ja jap zotit Mujo Buçpapaj. Mirë se ardhim në pavionin e botimeve nacional, një shtëpi botuese dhe promovuese që është dedikuar letërsisë shqiptare kryesisht, autorëve të rinj, po dhe autorëve të spikatur, dhe jemi me fat që mikun tim Kozma Gjini e kemi të pranishëm në botimet nacional, në gazetën nacional, në shtëpinë botuese, me tregime, me romane, dhe mund të themi që është një nga tregimtarët më të mirë shqiptar. Prozën e shkurtër, sidomos atë satirike, mund të themi që është nga levrusit më të suksesshëm dhe më të sofistikuar. Ne e kemi promovuar edhe në Lushnjë, do ta promovojmë edhe në një rast tjetër në botimet nacional lart në Kino Studio, por ky improvizim është, po i themi, i stilit bashkohor, kur lexues, miq dhe gjithë bashkohen në pavionin, në stendin e ekspozimit të librave, por Kalomira mund të themi që është libri, pa frikë, libri më i mirë i tregimit satirik në Shqipëri. Në një diskutim me shkrim që kam bërë, kam krahasuar me drejtor Agollën, me Qamil Buxhelin, Dionis Bubanin, gjerë tek Filip Çakulli dhe Ilyas Bobaj, dy tregimtarë shumë të mirë që e livrojnë satirën dhe sidomos tregimin satirik. Mund të them që po jep një kontribut jo vetëm për pasurimin e bibliotekës tij, krijimtarisë tij, por edhe për tregimin satirik, pasi është një zhanër, është një gjeni në zhdukje, se jo shumë autorë e zhvillojnë tregimin satirik. Pra, edhe pse, sepse është shumë i vështirë, edhe tregimi, domethënë është vështirë të bësh tregime të mira, por tregimi satirik, poezia satirike, këto kërkojnë një kulturë të veçantë, një stil. Mund të them që të mos e zgjas shumë, sepse i kam shkruar dhe i kam folur edhe në raste tjera. Unë e vlerësoj Kozma Gjinin si tregimtar, si poet, si fabulist, si satirist i shquar, si publicist, si gazetar i televizionit, i mediave të shkruara, edhe kështu me radhë, pra është një intelektual i kompletur, është një shkrimtar i sofistikuar, dhe ua rekomandoj jo vetëm miqve, jo vetëm dashamirëve të tij, por gjithë lexuesve, sidomos të rinjve, atyre që duan të hinë në fushën e letërsisë, sidomos të humorit dhe të satirës, të lexojnë tregimin Kalomira, që është një fjalë puro shqipe, si themi ne, Kalomir, dhe është një njeri që e pasuron leksikun, e pasuron tregimin, e pasuron prozën e shkurtër në përgjithësi, dhe është një mik i botimeve nacionale, dhe kjo që ka shumë rëndësi. Të uroj shumë suksese. Ju falenderoj emër për emër që erdhet, edhe Fatos Rushitin nga Kumanova dhe profesor Sherifin nga Shkupi, dhe gjithë miq tjerë. Tani Lushnja është bërë si periferia e Tiranës, dhe Lola, faleminderit që më dha fjalën dhe po e drejton kaq mirë ashtu. Shumë urime profesor Kozma. Faleminderit. Them që po lexohet se këta janë mësuar me tallava. Dhe po duhet i bësh reklamim. Po. I bësh reklamim. Po pse kam ardhur sot? Unë jam 84 buksh veç byrekve. Ishja me tension të lartë, po erdha të pi ujë të pusi këtij mikut Kozma Gjinit. Nuk të marrim zysh, ala me djalirije. Hajde, alegri. Thot Milan Kundera, thot se cili krijues nxjerr ujë nga pusi vet. Ky e nxori ujin, unë e piva, po nuk e ka ujë për gargar.
e ka ujë që sa maron një gotë dhe një tjetër. Tani, unë jam 24 dhe shumë mirë kau në prazën e vete bëm i drejt, këtë troll në muzikes. Ajo Andromaka, që shkon atje te i manastiri Ardenisës, ku unë e kam 20 minuta nga shtëpia, e shky Kozmaj. Se me shkopin në dorë, të presh të Shqipërisë, zërse gjenë Andromak. Po thota e Nobelisja Ernea Anuks, thot, ke një gjë që e di, shkroje. Talenti jepet nga Zoti. Mbaret si a kthen Zotit ti. Tani, talentin ja dha Zoti, po ky nuk e majti për vete. Na i dha ne. Dhe të lexosh këtë, përfiton, pse? Për shembull, po tjetë për mua, po të dëgjojnë, ja shkruaj atë deputetet dhe individi, invalidi, dhe atë portalin me panel të madhe, mua atje, ku të shikojnë fytyrën. Se çfarë fytyre kanë? Nuk kanë fytyrë. Thot Mark Twain, thot, atere kur janë qaset me t'hidhura, lidhin humoristët. Ja, te kesh humoristi. Përfundimisht, Nobelisti irlandez Bernard Shaw thot, një libër që lexohet me qef ka dalë nga shpirti. Nga shpirti e ka nxjerrë. Ka 3 gjëra që duhet bën për punë e stilit. Është i tërshëm për tërë. Kushdo që lexon s'ka nevojë të Biranës, si poezit moderne që janë me simbole, të shojnë ndjerë stota. Po, mjafton që të dish, lexosh dhe është i qartë, është i shkurtër, është i thjeshtë. Sepse gazetaria sot lë për të dëshiruar. Gazetari i fëmirisë time, kompozitori Maksim Kulla i shoqërisë i fëmirisë time dhe rinisë time që e pash diku, unë jam plot sot. Libri me titullin e njërit prej tregimeve Kalomira rrok një tematik të larmishme që dëshmon se autori Kozmagjini ka sajuar një rrugë të tij në komunikimin letrar artistik me lexuesin. I pjekur si shkrimtar nuk e ka të vështirë të zgjedhë subjekte interesante, të krijojë personazhe mbreslens për të shkuar sa më këndshëm e besueshëm te lexuesi. Pa qëndruar në shumë tregime, të cilet janë të ndryshëm për nga përmbajtja, por të njëjtë nga mesazhet e përcjella, po ndalim te një tregim që për nga përmbajtja i përngjet një skise satirike, Korona dhe Stani Bobos. Si edhe në raste të tjera, autorin e shikoj me këmbë në tokë, ecën nëpër kohë, qesh për qesh e njesh. Së pari bashkëbisedon me bashkëshorten, e cila ndihet e shqetësuar për gjetjen e një lapsi, me anën e të cilit kërkon të shënojë sendet që do të blej në kushtet e një qëndrimi të gjatë në banesë për shkak të koronës. Ndihet e shqetësuar sepse edhe në këto kushte fatkeqësie, ajo mendon se tregtarët synojnë të nxjerrin dhjam nga pleshti. Subjektin e zgjedhur autori ja transmeton lexuesit me gjuhë të pasur dhe të pastër, madje duke shfrytzuar elemente të ndryshme të letërsisë, deri edhe folklor. Ikin gripi i pulës vjen i këndezit, pa ikur i derit vjen i kinezit. Gjithmonë i kohës autori nuk trillon, por me lupën e tij prekrijuesi zmadhon deri në besueshmëri të metat e kohës. I rrethuar nga 3 studius Orvatë zbuloi etimologjinë e fshatit Stani Bobos. Brenda një realiteti jetësor, autori përpiqet të japë një realitet pseudo-shkencor. 3 punujësit e Institutit të Leksikocefalis, si shënon autorin, japin variante të ndryshme të etimologjisë së fshatit, por ama njëri më qesharak se tjetri, dhe mendo se bëj shkencë gjuhësore. Njëri studiues thotë se Stani Bobos vjen nga pastërme bobo, tjetri shprehje se ky toponim vjen dhe gjuhësi nga fjala bobozar. Nësa i treti rreke të mbushte mendjen kolegëve të vet se emërtimi i këtij vendbanimi vjen nga fjala bobostar, që larg kishte lidhje me emrin e fshatit Bobostis. Autori godet ashpër falsitetin. Autori i librit që promovojmë e përdor me kujdes lëndën gjuhësore, sepse edhe e njeh mirë atë. Qoftë edhe vetëm me tregimin që po bëjmë fjalë, gjen mjaft shprehje frazeologjike si Hamën lërofshin nënën, si gjen edhe idioma si e kishte marrë Ferauratën. Tregimi bëhet interesante edhe për larminë e figurave të tjera letrare gjuhësore, si nga dialektalizmat, pasi brodhe pil më pil gërgjeve,
e hapëm derën me nukëzën e gishtit e tjerë. Shkrimtari Kozmagjini me këtë vëllim të fundit të ngjit shkallë të reja të Kemlerisë vetë, sepse shumë më mirë se më parë, aktualisht e përdor shumë lehtë telekomandën prej krijuesi. Me përmbajtjen interesante, por edhe me paraqitjen estetike të shtypurit nga ndërmarrja botuese Mujo, zotit Mujo, është i denjë për të përfshirë në bibliotekën e çdo kujt që e vlerëson dhe dashuron letërsinë. Disa tregime ja kam lexuar. Unë mendoj që Kozmaj në fushën e tregimit soderik është një mjeshtër. Pse them ta? Sepse Kozmaj ka paradokse të jetës dhe këto jep me humor dhe godet në shef. Domethënë mesazhet e tregimet tua janë shumë të goditra dhe gjenë një kuptim të qartë. Ne jemi deficitar në këtë fushë, sepse nuk kemi shumë që shkruajnë në tregimin soderik. Për shembull, ti vazhdon një traditë mirë me Kolja Kovën, Çamil Buxhelin, VVO Gollën. Dhe mbi gjitha tregimet tua janë jetësore dhe kanë subjekte shumë interesante, të cilat vlerësohen për forcën jetësore që kanë. Urime dhe gjithë mirë në fushën e pozës satirike dhe të lumtë. Urime. Ashtu sikur se ju më keni mikpritur në Kumanov, unë dua t'ju mikpres këtu sepse ky është bashkëqytetari im, autori që Fatos Rushitin nga Kumanova, shkrimtar, poet, kam qenë kryetar që gjatë shkrimtarëve Jona Karadakut. Këtu kam miq të jashtëzakonshëm këtu, Lola Sheon, Mikesi që kemi prit atje, Qazim Sheon, kritikon, mikun ton, Mujo Boçpapaj, të cilin e kemi nderuar edhe në Kumanov, ka marrë çmim special, po vjen mirë që gjendem këtë promovim simbolik, mirë po ndoshta jo për nga madhësia, por për nga cilësia ka efektin e vet, natyrisht. Unë vjen mirë që Mujo Boçpapaj me nacionalin, me botimin që i ka, është bërë një uvertyr, një diçka që nuk e kanë bërë kush në trojet shqiptare, ka botu, ka promovu vlera. Unë jam njeri ndjerta që jam promovu të Mujo Boçpapaj, ndihem shumë i privilegjum, vjen mirë që jeni edhe ju po ashtu i botum tu, me kënaqësi po marrim pjesë. Uroj të keni vetëm shëndetin dhe botimet e Mujos. Mujos i ka mjaftuar një filantrop i madh sepse Mujo ka potencial të jashtëzakonshëm, ata që e ka bërë nuk e bën kush. Ne po e them emocion sepse vërtet e kemi na i përcjellën, na jemi pse jetojmë atje, po jemi shumë të informuar dhe jemi një çik patriot kështu pak më edhe natyrisht. Po Lola ke qenë tek ne, të dy se kemi vënë. Uroj gjithë mirat, ju uroj shëndet, ju uroj të kaloni mirë. Faleminderit shumë. Profesor Sherifi, edhe dy fjalë nga juve. Qoftë edhe për gëzime, një urim. Sherif Selimi nga Shkupi. Më vjen mirë që ndodhem këtu në mesin tuaj dhe ajo që më pëlqeu, më thonë, autori shkruan tregime, më thonë, libër me tregime dhe duke ditur se tregimi është një nga zhanret më deficitare dhe besoj se kjo është edhe një mundësi për shembull për ta zhvilluar këtë zhanër dhe e përgëzoj autorin, ju uroj suksese, dëshiroj që në të ardhmen të ketë edhe botime tjera. Unë librin e Kozmajt e mora sot në mëngjes, për Kozma nuk ju flasë ka që e njohin më mirë nga unë, dhe unë e njoh prej kohësh si, jo vetëm si njeri të mirë, po edhe si gazetar, si shkrimtar, si në të gjithë këtë artin e kulturën, dhe aq më tepër kur ka qenë kryetar i lidhjes që ka kontribuar në mënyrë excepcionale. Vëllimin e mora sot mëngjes, edhe nuk e kam lexuar të gjithë, po unë jam atje i parimit që në qoftë se në një fuqi verë marrim i gotë dhe na shijon, e gjithë fuqia normalisht duhet na shijoj. Edhe unë lexova këtë tregimin Kalomira, që i ka vënë dhe titullin në vëllimit, edhe përderisa i ka vënë titullin, ka përqyer shumë autorit,
por dua të them se dhe mua më pëlqeu shumë ky tregimi Kalomira, e do flas 2 fjalë për shtypje për tregimi Kalomira. Tregimi nga i cili ka marrë dhe titullin libri është një tregim interesant dhe një temë delikate e trajtuar me mjeshtëri dhe bukuri artistike nga shkrimtari Kozmagjini, tashmë me një përvojë të gjatë dhe sprova të shumta në fushën e prozës, dhe mua më pëlqeu të ndalem pikërisht në këtë tregim për veçanësitë e tij. Autori kap një moment kyç në kalimin nga adoleshenca në të rritur, duke përfshirë disa tema thelbësore. Së pari përjetimin e dashurisë së parë nga Kalomira dhe thyrjes së zemrës së saj, si mbi ajo përjeton intensitet emocional të dashurisë së parë dhe ndjehet si mbi re nga ndjenjat e ngrohta dhe lumturia që i japi këto momente takimi me djalin e njohur në web, dhe mendon se dashuria është e gjitha e tyre, por shpejt fillon të ndjen një thyrje zemre kur shikon se Alex kërcen me vajza të tjera, edhe ndjenjat e saj të forta fillojnë të përzihen me zhgënjime dhe na dhan të kuptojmë kompleksitetin e dashurisë. Babai përpiqet ta mbrojë vajzën nga ky shpërthim emocional me kujdesin e prindit, duke patur parasysh dhe përvojën e tij, ndërkohë përjeton dilemën midis mbrojtjes së saj dhe respektimit të rritjes së saj që autori na jep kur babai kërkon të jap këshilla e ta përgatisë se jo të gjitha dashuritë mbarojnë mirë, por njëkohësisht kërkon të mos thyej ndjenjën e bukur të dashurisë, duke ndjerë vështirësinë e prindrit për të kuptuar intensitetin e ndjenjave të adoleshencës. Kalomirën e trem gjithashtu jo vetëm sjellja e Aleksit dhe fjalët e babait, por e fakti që zbulon dashurinë e të atit me një grua tjetër dhe pyet veten, po të kem fatin e kësaj që i vjen t'i meti natën. Kjo histori e fshehur dashurie ndikon në reaksionin e ndjenjave të saj, duke i dyzuar midis dashurisë së ëmbël dhe dyshimit e hije dhe të mosbesimit, duke zbritur nga momentet fluturuese të ëndrrës së dashurisë së parë në shijen tjetër të atij realiteti faktik. Ashtu si vajza dhe i atit, të dy përjetojnë konflikte emocionale në marrëdhëniet e tyre, duke na dhënë kështu autori vazhdimsinë e përvojave njerëzore në breza. Në ndritën e kësaj, Kalomira që fillimisht sheh gjithçka përmes syve të dashurisë, kur zbulon gradualisht kompleksitetin e marrëdhënieve reale me sjelljen e Aleksit dhe me historinë e babait, përballet me faktin se jo të gjitha dashuritë përfundojnë mirë, siç kërkoi ta qetësoj dhe Jati. Kështu autori do të thotë se përvojat e para, edhe kur të dhimbshme, janë pjesë e rritjes. Vajza mëson se dashuria ka dimensione më komplekse se sa imagjinon ajo fillimisht. Edhe pse tregimi përfundon me një notë të trishtuar, vajza duke qarë në ëndër, se mendon se u përplas me një lundrim shpejtësie me skaf bashkë me Aleksin, me një iceberg me fytyrë njeriu, duke simbolizuar kështu vështirësitë që ngre shoqëria. Prap na tregon se edhe pse ndonjëherë përvojat më të rëndësishme të rinisë vijnë me dhimbje, ato kontribuojnë në formimin e identitetit tonë, të rritjes sonë dhe të fitimit të eksperiencave të reja në jetë që na shërbejnë dhe si mësime për ndërmarrje të tjera. I uroj suksese miku ton Kozmagjinit dhe më bëhet shumë qefi dëshira e bashkëpunimit me shtëpinë botuese me zotin Mujo Buçpapaj. Atëre, jam shumë i kënaqur që marr pjesë në promovimin e Kozmait. Është një punëtor i letrave i palodhur, aktivist i jashtëzakonshëm në kulturën e qytetit, por edhe i veprimtar i shkëlqyer, antar i shoqatës tonë, dhe përveç kësaj librat e tij zënjeve të rëndësishëm në letërsinë shqipe, sidomos letërsisë për fëmijë, sidomos asaj që ne e quajmë për adoleshentët. Unë kam lexuar disa gjëra, një libër për cilin edhe kam shkruar, për romanin e Zotit Kozma. Libri i fundit Kalomira është tani e kemi marrë në dorë, kështu që do të themi fjalë më shumë pasi ta lexojmë e ta studiojmë më mirë se sa mundet në një promovim si ky i sotme.
Unë do të veçoja për Kozmajn, gjuhën e tij të zhdërvjellët, hyrja në psikologjinë e personazheve, gjuha e pasur që sjell në cila futen krajinorizma, dialektizma të qytetit, edhe do t'ju uroja Kozmajt vepra të tjera të rëndësishme të bukura. Kryeredaktori, ai që ka qenë, mbetet dhe do të mbetet, nuk ka ish, ka qenë një redaktor dhe kryeredaktor profesionist, cilësor, dhe kështu që unë nuk e fus dot e ishët. Fjala për ty. Mbi të gjitha ndoni është shkrimtar. Faleminderit. Kozma, urime për botimet, urime për librin. Unë mendoj që një shkrimtar si ju, që hyn tek bota e fëmijëve, që hyn tek shkolla, hyn tek edukimi, edhe kur vjen puna për letërsi të mirëfillt, është një thelb mbi bisht, është një, si të thuash, një qershizë mbi tort. Dhe për këtë gjë të uroj vërtet nga zemra krijimtari të mirë, krijimtari të begatshme, jetë e mot. Mendoj që donte një promovim shumë më të dinjitos se sa kjo këtu me shtëpinë botuese të mikut tim, që na la kështu në këmbë. Ti ishim ulur gjikundi të pinim edhe në një gotë raki dhe në një kafe, do ishte shumë komode. Gjithsesi, prap ja vlen, urimet më të mira Kozma. Sot kemi një reminiscencë në shtypin e Ministrisë Arsimit duke. Si e vlerësoni ju këtë? Sot nuk ka gazetë mësuesi. Shtypi i Arsimit është një shtyp i cili i ka themelet që shumë herët më përpara, që nga vitet 20 në kohën e mbretërisë, dhe nuk kishte sepse të mbeten në gjendjen e sotme pa adresë dhe pa asnjë lloj titulli. Por, sipas gjërave të sotme, këta gjejnë 1000 arsye për ta mbyllur, sikundër mund të ketë edhe 1001 për ta mbajtur hapur. Kështu që është në dorën e tyre të politikave që bëhen, i mbyllin dhe merr fund. I mbajnë të hapura nëse publiku dhe gjithë klasa dhe kasta e arsimtarë dhe nxënësve e duan. E duan vërtet, po ja që kështu janë gjërat. Fjala për ty. Faleminderit. Ju faleminderit gjithë ju pjesëmarrës. Kozmaj është shoku im që në vitet e pedagogjikës 1965. Shoku më i mirë që ka pasur kolektivi jonë në pedagogjike. E kam njohur Kozman edhe në jetën e tij publike, por mosha që kam jam më i avancuar në moshë dhe nuk i ndjek dot gjitha. Megjithatë, Kalomirin e ka marrë që në 13 shtator, kur bëm takimin në Berat, me ish babdudosit e Beratit. Basti, po kështu dhe romani tjetër e kam ndjekur shkrimet e vet, por mosha më ka lënë që unë nuk jam në gjendje të ndjek gjitha leximet. Por, me sa shikoj këtë pjesëmarrje, këtë shoqëri, kaq të avancuar, me shok të tillë si Buç Papaj, Anjë Musaj dhe gjithta të nderuar të respektuar, tregon vlerat që ka Kozmagjini si shkrimtar, dhe unë që dje erdha këtu dhe vizitova këtë pavionin këtu të Botimit Nacional, dhe mu bë zemra marrë kur shikoj që një kolegu im ka ecur në këtë drejtim. Unë thoj se i kam thënë të gjitha. E faneroj shokun Kozma, faneroj gjithë pjesëtarët këtu, shokun Buç Papaj, shokun Musaj, falenderoj që janë prezent në këtë takim, në këtë bisedë. Ju uroj jetë të shëndetshme moshatarëve për të lexuar dhe botimet të tjera të kolegut tim Kozma. Urime Kozma. Pjesëmarrja në panairin e librit është një risi e vendit tonë, ku ajo përçon dritë, zhvillim të vendit, përçon gjithçka dhe Ore, mos i do nga unë pa dorën time nuk funksionon, po lëre atë punë. Dëgjoj, ai shkruan satir, fabul, po është të shkruar satir, është dhuntia e një njeriu të mençur dhe të urtë. Sepse për ndryshe bëhesh armik me gjithë dynjan. Dhe ti, lushnjarje, kështu që detyrimisht i trashëgon këto veti. Tani dikuj do t'i drejtohem kështu se kur i tregoj, po të gjithë sa folin, të gjithë më tepër u drejtuan për mbajtjen ose krijimtarisë tuaj letrare. Ndërsa unë duke të njohur që fëmijë dhe deri sot
që i bie 70 vjet bashkoj personalitetin me talentin. Njëri i paformuar dhe që nuk ka një hambar, që nuk ka një thes plot, nuk shkruan dhe u jep të tjerëve nëpërmjet temave. Dhe gjë e dytë e veçantë që unë dua të evidentoj është që Kozmaj bën pjesë të që ka lëvëruar 10 zhanre të letërsisë artistike. Gjatë viteve të punës, ne kemi qenë bashkërisht, hapasapë njëri me tjetrin në moshë dhe në punë. Kozmaj filloi nga pak, por unë kam përpara syve tani një ngjarje të veçantë që drejtoro Agolli për një vlerësim në fushën e humoristikës ja ka dhuruar me dorën e tij çmimin. Në kuptimin jo pse unë jam dëvolli i lindur rritur Lushnjë, po që kur një vlerësim bëhet për atë që shkruan, për ato mesazhe që përcjell, dhe kur vazhdon mbi 50-60 vjet akoma të krijosh, të shkruash, nga fabula, letërsi fëminore, tregime, romane, vjen një moment që krijuesi arrin një pjekuri artistike, do thosha unë. Kështu që unë Kozman gjithashtu e njoh se ai mbetet për të gjithë krijuesit e rinj një mbështetje dhe është autori i antologjisë që është krijuar me të gjithë krijuesit e Lushnjës, lushnjar, dhe e treta që do të them me detyrën që ka drejtori ose gazetari televizionit Apollonia, është një mbështetje fuqishme për kraje, stimulim, quheni si duani. Qëllimi final është Kozma që sa të rrojmë kontributin të japim, jo të gjitha shpërblehen. Ky është dallimi i brezit ton me të tjerët, por njeriu kur jeton i formuar dhe do të bëj atë që e ndjen dhe nuk e mban vendi, ai gjen kohë, ashtu si gjetëm edhe ne pa kohë erdhëm edhe për t'u takuar, por dhe ta uroj. Ziri i brumosur nga një bagazh, nga një baba me rënjë, kështu që atëherë unë kam 2 kolegë këtu. Pas kam vajzën, kam dhe atë zotrin, po e filloj me rinin. Ja, dalje. Përshëndetje gjithë. Sot në panajerin e librit, jam shumë e lumtur që ndodhen sot edhe për promovimin e librit Xhaxhi Kozmaj, që vizio presh që unë ta lexoj sepse nuk e kam lexuar akoma, por kam përshtypjen edhe nga review-t e gjithë personave të sot që ishin të ftuar, do jetë një libër i shkëlqyer edhe shumë i bukur, kështu që jam direkt sot duke lexuar. Kështu që ju uroj gjithë mirat dhe suksese sa më shumë. Cili është mendimi juaj për rinin? A lexon sot dhe ç'më mesazh mund të përcjell me ju? A lexon rinj? Rinjim, po. Krahasim me brezin tuaj ose edhe më vonë, brezi i ri duke sigurisht tërhequr pak e pjesa e leximit, themi, sepse për shumë nga faktore dhe shumë arsye, por është patjetër do thoja unë që nuk është edhe shumë që pjesë internetit. Po, tani është zëvendësuar, do thoja. Libri fizik krahasim me social media, me pjesën e leximit virtual, në telefon, në tablet etj, ka kaluar një lloj evolucioni, themi, por gjithsesi, popi shqiptar gjithmonë edhe pjesa qytetare nuk largohet asnjëherë nga leximi, nga pjesa e shprehur të opinionit etj, që gjithmonë edhe kemi të transmetuar brez pas brezit, është kënaqësi shumë e madhe. Si artiste e Lushnjës, çfarë dëshiron të transmetosh për atë brez që kaloi dhe për këtë që është tani? Diçka të veçantë. Të veçanta nuk di. Janë aq shumë gjëra për të thënë. Neve jemi të lumtura për kontributin ton që kemi dhënë. Dhe fal jush që ai kontribut sot po publikohet, po afirmohet. Dhe talentin njeriu e ka të lindur. Si thotë Schopenhaueri, është një talent, nën punë dhe shumë fat. Ne kemi patur shumë fat që kemi jetuar në Lushnjë, në ato njerëz të mrekullueshëm që dini të na vlerësonin, na ka duar trokitur dhe na ka dhënë kënaqësi. Dhe faljush
që keni publikuar të kontributin tonë. Ju falemnderit. Sepse ne e njohim, ai pa ne nuk bën dot gjë, sepse ne e njohim më shumë se kushdo. Ne njohim Kozmajin njeri, njohim Kozmajin që gëzohet për sukseset e çdo njeriu, të çdo shkrimtari. Prandaj pra, ti ke shumë për thënë. Unë të uroj shëndet dhe suksese miku im dhe shoku i vjetër Kozma Gjini. Ne kemi punuar e jetuar bashkë në Lushnjë. Kemi krijuar dhe degën e lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve të Lushnjës me Pëndjerin Faslia Liti, me skulptorin Maksim Bushi, me Dhimitë Shtëmbarin, me ty e unë e shumë të tjerë. Kështu që ti e vazhdove atë punë atje, arrite u bere dhe kryetari i degës e lidhjes shkrimtarëve, edhe sot gëzon krimtarin tëndet të larmishme. Kozmai ti Lola trajton në krijimet e tij gjithë zhanret. Ai shkruan për humorin, ai shkruan tregimin, shkruan romanet, novelat, gjithçka, poezin. Kështu që Kozmai është prodhimtar i suksesshëm, veçanërisht tregimi është, si me thënë, ajo... I riqepur shumë. I qepur shumë. I shkon në kostumi i poezi, i tregimit. Sepse ai është njëri konqiz, në ka qep gjërat e zgjatëra. Edhe ky libër që promovohet sot, ai është me tregime dhe unë kam lexuar një pjesë të mirë të atyre tregimeve dhe kam besim se do jetë një libër interesant dhe i tërhequr nga lexuesit. Patjetër. I uroj miku tim Kozma shëndete, suksese në librat e tjera. Urime Kozma. Gazetës kam qenë pasaj gazetës. Po mirë, kam... Më rinjallur prapë në sinfus, sepse na mungon shumë shka. Po ikim duke na mungon shka. Të desha po, pa tjetër që unë kam ardhur të them dy fjalë me gjithse i thash atje në Lushnjë, po nuk ngopet duke thënë për ty. Qëro, Kozma, me sa të gjova dhe këta njerës, ke një emër usë për bashkës. Të gjithë thonë, si Kozmai nuk ka, si Kozma Mizëqari nuk ka, dhe ai njeri që të ka vënd këtë emër, është menduar shumë, unë them nuk është menduar shumë, sepse ti ke vërtet një dignitet, përfaqëson atë zonë, aq të mirë të mrekullueshme, mik pritse të kulturës, të arsimit, të dijes, prandaj me kënaqësi të madhe, them dhe unë me njërë. Sa emër të bukur të ka vënë dhe ky është një emri më i bukur për ty dhe për ne na vjen mirë si shokët e miqtë e tu. Për librin, ke një libër të mrekullueshëm. Unë da thash dhe gojarisht në atë, dhe do shprehem thash, se do shprehem në një gazetë të rëndësishme, do ta dish këtë ta jam zotuar dhe kam si detyrim vetë, jo se ma detyron ti. Dhe unë them që ti në disa tregime i ngjanë vërtet, nuk mund të them je zvajku, po them ke marrë shumë në kuptimin e filozofisë, ke marrë për shembull një fjala veçanërisht atë pasionin për dashurinë, pasionin për artin, pra këtë tregime të pasionit, sidomos Andromaka është një vërtet një emër grek dhe e ke zgjedhur aq bukur, dhe ky njeri i çuditshëm që dashuron marrëzisht dhe një murk dhe thyen tabuet të tjerë me radhë, është vërtet një, unë them është magjike. Të gjitha fjalët janë aq të bukura, sa mua vërtet më ka magjepsur. Sa po kam mbaruar Zvajkun, kam shkruar Amoku, për Amokun dhe për tregimit për novelat e Zvajkut. Po them, do t'ja bëj dhe shoku tim, miku tim, sepse vërtet kryesë në gjurmë dhe ti me këto tregime kaq të bukura të pasionit. Po ti bën dhe tregime të tjera që nuk lufton njeriu. Ke një shprehje kaq të bukur sa nuk mund ta thot njeriu. I thot nëna të birit, nuk është burr ai që vret njeriu, po është burr ai që dita fal atë. Edhe është vërtet, kjo është gjë madhe. Ti nuk vret. Ti vetëm godit i bën të mendojnë, i bën të kthejnë rrugën, ndërsa armiqve i bën të falen dhe të gjynjëzojnë. Kaq. Ti ke pas hallsat me regjirët? Amerika në qendër të Tiranës mor burr. Pse rrin në Amerikë? Kam kënaqësi që po vizitoj ekspozitën e librave në Tiranë
edhe po ndjehemi emocionuar për mënyrën e organizimit të këtij panajiri, për pjesëmarrjen e njerëzve që se kanë parë asnjëherë këtë lloj masiviteti dhe për botimet të ndryshme që ishin shumë interesante. Maksim Pulla, çfarë projekte jam interesuar se nuk është problemi vetëm i librit. Unë sapo kam përfunduar librin për artin dhe kulturën dhe jam gjithmonë në kërkim të personazheve që mund ta botojnë dhe për këtë edhe kam ardhur. Plus me albumet e tjera që duhet të botojnë së shpejti. Po, në bashkëpunim me? Po, kuptohet, me bashkëpunim me persona që janë të profilizuar në sektorin e artit dhe të kulturës. Faleminderit mas. Keni zbrit nga Tropoja për me Tiranë sot, që mirë ju ka sjellë këtu? Për dy arsye. Një ka qenë familjare, ose më mirë me thanë për shef, sepse kam djelt një bo vizita, dhe dyta për të marrë pjesë në panarinë e librit, për të takuar shokë e miq, bashkëtar të shtypit dhe të letrave prej viteve. Një ndër takimet më të dashura që më zgjuan kujtimet e hershme ishte edhe me Kozma Gjinin. Nga Elbasani, 50 vjet përpara kem qenë miq të gazetës Mësuesi. 50 vjet, një gjysmë shekulli, më para shkruanim unë nga Tropoja dhe ky nga Lushnja. Shkruanin shkrime dhe bishim jetën pedagogjike, psikologjike të Lushnjës dhe Tropojës duke pasqyruar. U gëzova shumë që sot miku im Kozma ka në pronovim këtë libër me tregime. Po ky libër me tregime u gëzova shumë sepse këtu kishte dhënë dorë redaktori Muj Buçpapa. Muj Buçpapa dhe ky nga Tropoja, po ky është drejtori i Radio Nacional, është drejtori i Televizionit Nacional, është drejtor i Gazetës Nacional që ka zëvendësue gazetën Drita dhe Nëndorit e Komunizmit. Është njeri me shpirt të madh dhe është i përkthym në gjitha kontinentet dhe mund të them me plot bindje se mas Kadares ky zën vendin e parë shkrimtar shqiptar i përkthyer në botë. Po kështu ishte edhe Sazan Goliku që merrte pjesë në redaktimin e këtij libri. Edhe ky shumë i dashur në kohën e monizmit, ky ka qenë ndër botuesit më të mëdhenj në Kosovë dhe vazhdon të jetë shkrimtar i dashur i letërsisë minore. Unë këtë libër me tregime do ta kem gjithmonë si me dëshirë dhe me njenja që jo vetëm mund të lexoj, po edhe ta komentoj të ishë nxënësit e mi që sot janë shkrimtar dhe deputet. Pra, unë u kënaqja që takova mas një gjysmë shekulli Kozma Gjinin, njeriu tim të dashur. Po. Si e vlerësoni këtë panajër? Kemi mikë, dhe ndërime ka shumë. Unë e vlerësoj jashtëzakonisht mirë, sepse ky panajër ka libra që tregojnë jetën e njerëzve, edhe më shumë duhet që të rinjtë të mësojnë nga të vjetër. Kështu që shkrimtari është ai më i miri pas prindërve. I thonë një libër i vogël tregon një botë të madhe. Kështu që është mirë që të rinjtë të vazhdojnë të mësojnë nga të vjetërit, se ne që jemi më të vjetër na është mbushur koka plot. Megjithatë, edhe ne me ato mundësitë tona mësojmë diçka, edhe nga të rinjtë edhe nga libra. Panajiri duhet vlerësohet jo vetëm si vend ku tregtohen librat, por si vend ku merret edukimet e para dhe kontaktet e para të njerëzve me librin. Mua më bën përshtypjen veçanti si duhet jetë brezi i ri dhe si numër pas ka mjaft në këtë panajir dhe është me interes që
fëmijët tonë, brezi jonë i ri të edukohet më mirë dhe më shpejt me librin, të heqin dorë nga elektronika në këtë kuptim për të studiu dhe për të lexu, për të bërë të zot e vetes. Unë për këto promovimet këtu në Panairin e Librit kam qenë gjithmonë skeptike. Kam qenë gjithmonë skeptike për këto promovimet këtu. Por promovimi yt sot tregoi që kur autori është cilësor, kur autori ka në mbështetje njerëz cilësor që e duan artin, që e duan letërsinë, nuk ka vend që nuk bëhet promovimi. Jam e bindur, jo këtu në Panairin e Librit, po dhe në bulevard, sikur në trotuarin e bulevardit të kishim qenë mbledh këta miq që ishin sot këtu, këta njerëz të apasionuar për letërsinë, këta njerëz të apasionuar për artin, për gazetarin, unë jam e bindur që do dilte përsëri ky promovimi model. Dhe sado që dikush tjetër mund të mbledhi në një pallat të madh luksoz, shumë emra të shquar, të kollarisur, të kujdesur deri në detaje për paraqitjen apo për fjalimet pompoze, jam të bindur që nuk do arrinin kur cilësinë dhe vlerën e këtij aktiviteti. Të uroj nga zemra, të uroj kaq shumë suksese, sepse ti je kozmai i mirë, ti je kozmai njerëzor në radhë të parë, pastaj je gazetari, pastaj je fabulisti, pastaj je shkrimtari, poeti apo njeriu i kronikës. Tani unë dua dy fjalë edhe nga ti tani, sepse i Zoti i dasmës në fund flet. Shumë faleminderit nga zemra që erdhet sot këtu në promovim pranë pavionit të Dr. Muj Buqpapajt, botuesi nacional, përkthyesi, poeti, ambasadori i poezisë shqipe në botë që i ka dhënë zë letërsisë shqipe. Jam shumë i lumtur që i ndodhem pranë kaq miq që bëjmë një promovim si një kafe ekspres për para stendës së tij dhe më kujton kjo vitin e parë të botimit kur nacional po bën sot profesor Mujo sa vite? 17 vite, kam botuar që nga numrat e parë edhe gjerë tani, sepse unë mbaj miqësinë, e mbaj në zemër dhe në qoftë se një njeri më respekton një herë, unë e respektoj 2 dhe 3 herë dhe nuk kursej për atë njeri që i jep letërsisë shqipe dhe e mban gjallë me sakrifisa, me thonje, me dhëmb këtë gazetë dhe ne duhet të jemi bashkë këtë gazetë që bëhet e jona dhe si që është sot të ketë shumë jetë të gjatë. Ashtu si që kujtoj ngjarjet e tregimit të parë që kam botuar këtu, kujtoj ngjarjen kur unë e kam filluar krijimtarin letrare artistike në vitet 70, kur botoja në gazetën Mësuesi, ku gazeta Mësuesin botonte tregimin tim satirik të një mësuesi të thjesht, një 25 vjeçari, dhe mbas kësaj kalojnë me gazetë në revistën Hofsteni, ku në revistën Hofsteni fitoj çmim të dytë në konkurs për tregime dhe këtë çmim ma jep i madhi drejtori Agolli. Është një vlerësim i madh. Futem në tregimet e shqiptarëve me Dimitri Shëterikin, me drejtori Agollin, me Fatmir Gjatër e me kokat e letërsisë. Unë një mësuesi thjesht i Lushnjës, që do të thotë që unë kisha diçka për t'i thënë, të cilën si duket po e transmetoj tani, kështu që jam shumë i lumtur me fjalët tuaja, ju falenderoj për këtë vlerësim që më bët dhe uroj që ju të keni shëndet dhe mirësi, të keni gëzime në familje dhe të keni suksese në penën tuaj për ta plotësuar letërsinë shqipe me gjithë shka në këtë 4 orë që është bërë të veçohet shapi nga sheqeri, me qëllim që mençuria të dalë edhe të vlerësoj njerëzit e vërtet, të marrim Kujtim Hajdarin, të marrim profesor Muj Buqpapajn, që japin tonin sot letërsisë shqiptare në botë. Këtu duhet të kalojmë dhe njëherë e mbyll duke falenderuar dhe njëherë juve për prezencën dhe fjalët e mira që tha. Uroj profesorit shëndet. Shumë faleminderit, je gjithmonë i mirë. Faleminderit. Shumë urime. Ju falenderoj juve. Ju falenderoj. Je më i miri. Po, ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë. Urime. Ju falenderoj shumë. Prodhimtari. Ju falenderoj. Me kënaqësi, me kënaqësi, me kënaqësi. Po.
Faleminderit Seba, faleminderit. Gjithë të mirë. Faleminderit. Po, Dimitër, do të fini kafe aty. Është kënaqësi e veçantë të marrë pjesë në një event të tillë ku miku ynë Kozma promovon librin e tij të radhës. Pena e tij është jashtëzakonisht pjellore dhe unë ndjek me shumë kënaqësi leximet dhe uroj që këtë prodhimtari ta vazhdoj deri në fund. Të na jap vazhdimisht të kënaqësi. Urime. Shumë falenderoj. Tani dëshiroj një autograf. Është një pozicion të Faleminderit që na pasuron botën shpirtërore edhe një herë. Faleminderit. Shumë falenderoj.